Incineratorët kanë ngllabëruar qindra miliona euro nga taksat e shqiptarëve të varfër, një aferë që nis në Elbasan, ku kemi thjesht një kazan me naftë. Shtrihet në Fier me incinerator që nuk ka përfunduar dhe nuk është vënë në punë dhe përfundon në Tiranë, ku incineratori thjesht nuk ekziston dhe kryeqyteti është në prag të një katastrofe. Afera më e madhe është ajo incineratori të Tiranës, pasi kemi një investim për qindra miliona eurosh, por incineratori nuk ekziston. Është thjesht një grop e madhe që është në prag të një katastrofe. Dosja e hetimit të kësaj afere është në duart e një prokurori që ka zgjedhur të flejë mbi dosjen e incineratorit, Dritan Prençi. Pavarësisht se para syve të tij ka faktet, provat, dokumentet, por edhe denoncimet nga opozita, Dritan Prençi vijon të tërheqë zvarr këtë dosje. Për aferën e inceneratorit të Tiranës nuk kemi një akuzë për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, i cili ndodhet në burgun e Durrësit për 13 akuza për vepra të rënda penale, implikuar në këtë aferë. Për këtë i kemi treguar prokurorit Dritan Prençi me fakte dhe prova implikimin e Erion Veliajt në aferën e inceneratorit të Tiranës. Dokumenti i parë është ai që i kthehet përgjigje Alçi Bllakos dhe Lefter Kokës nga Erion Veliaj, që bie dakord me çmimin 29 euro për tonë për mbetje. Dokumenti i dytë janë 60 milionë euro për dherat, një dokument që firmoset sërish nga drejtorët e Erion Veliajt dhe çon rreth 60 milionë euro në xhepat e kompanisë. Të tjera para këto që paguhen nga biznesi, por në fakt u faturojnë qytetarëve në kosto në blerjen e apartamenteve apo punimeve të ndryshme që zhvillohen. Një marrëveshje mund të lidhet mes kompanisë dhe kryetarit të bashkisë, por Erioni në këtë rast nuk e ka firmosur vetë. Ka vënë varësit e tij, të cilët kanë përdorur edhe vulën e Bashkisë së Tiranës. Por prokurori Dritan Prençi nuk do t'i shohë këto dokumente dhe fakte, që minimalisht do të çonin në një akuzë për kryebashkiakun e arrestuar të Tiranës Erion Veliaj. Prençi vepron me dy standarde. Në rastin Balluku, ku për një kohë të shkurtër ka konstatuar shpërdorim detyre, në rastin e inceneratorit ende nuk ka gjetur korrupsion apo shpërdorim të detyrës së kryebashkiakut. Në këtë rast korrupsionin e ka të provuar edhe grupin e strukturuar kriminal, por shpërdorimin e Erion Veliajt nuk e gjen dot. Këto janë dy standardet e Dritan Prençit, që më shumë se sa prokuror që ka në dorë dosjen e inceneratorit të Tiranës, po sillet si një avokat i kësaj afere. Por një gjë duhet ta theksojmë, inceneratorët nuk harrohen dhe Dritan Prençi nuk e mbyll dot atë dosje pa shkuar tek Erion Veliaj.